jot ose do thoja ajo tifozja që je për futbollin. Si ka lindur e gjithë kjo? Kjo e gjitha ka lindur nëpërmjet vllajit. Vllai im ka shumë vite që luan futboll, që i vogël, dhe duke e parë shumë herë, është ajo ndjesia që do shkoj të shoh vllajin duke luajtur futboll. Më ka thënë këtë pjesën që për të parë futboll edhe jashtë, pra jo vetëm kur është vllai im, edhe ndoshta një ndeshje që mund të jetë në Shqipëri ose kombëtare, këto ndeshjet e tilla, por që është një ndjesë shumë e bukur, të jep shumë adrenalinë dhe të largon pak nga ajo jeta monotone që ti ke qenë edhe vullnetare të Federata Shqiptare e Futbollit. Po, si ka qenë kjo experience për ty? Unë kam qenë pra rrugtimi im si vullnetare tek Federata ka filluar kur ka qenë finalja e Conference Ligës. Një eksperiencë shumë e bukur, një eksperiencë që ndodh një herë në jetë, ka pëlqyer shumë edhe nga aty kam filluar që tim vullnetare e rregullt le të themi tek Federata. Është gjë shumë e bukur, një gjë ndryshe nga gjërat që bëjmë në përditshmëri.